asmës, bashkëshortes, po pse burr? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, mos I trajtoni si skllave, se nuk janë skllave, po janë amanet. E ka ngrejt Allahu xhele xhelal nga shpeja huj aty larg, e ne vjen ke shpeja jote. Edhe ato tamam I duket si më mirë se sa shpeja vet. Pra kush kjo mrekulli prej Zotit? Është mrekulli. Ti shkoni natë me flit diku, pushime në hotele, ku do që t'jeshe, ti ke miku, ke shoku, gdhehesh me dhemje qafe, dhemje koke, s'kam flet hiç sonde. Kretë ndryshe me çiftin. Pra se si Allahu xhele xhelaluhu e ka rregullu këtë çështje, ja ka bën të bukur, të amël, të qetë, të dashur atë shtëpi, pa qenë asnjëherë aty. Edhe e kanë shkatru pa fillu hala. Po pse? Delej për qafanon për para bashkëshortes. Or burr, se për burrat e kemi këtë lloj ligjëratase. Or burr, për nonë e kisha ato ka 50 vjet. Për qafoja bashkëshorten. Ose vendosa atë çapën sikur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju thot s'keni fitu halal më të mirë se sa ajo çap buke që e vendosni në gojën e bashkëshortes tuaj. Nona aty ishte. Nona ka venin e vet, baba ka venin e vet, vllai ka venin e vet, motra ka venin e vet. Edhe ja, e len këta, po shkoj ke nona. Nona aty është. Po aja ku të shkoj? Pse e more? Re beqar. Mos e mërto, re me non, re me babë, bëj hizmet, vazhdo jetën nëse ja del. Vazhdo. Pra ato në mes e poshtron apo e len vetën. Si e len vetën? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e keni amanet. E si mund të nënvlerësohet amaneti I Allahut xhele xhelaluhu? Si mund të nënvlerësohet? A dole të kërkohet je? 1 shtëpi, 2 shtëpi, 3 shtëpi për bashkëshorte, vetë dole kërkohet. Kë shtëpi sa proni kush me zor, atëherë trajtoja atë. Mos e le asnjëherë vetëm bashkëshorten në vendet jo të sigurta. Çfarë do të thonë? Shko për shembull në market më këroj vetëm atje. Do heci rrugës vetëm atje. Nëse ta gjen gjë, mos fajso të tjerë, po fajso vetën tate. Po vallai isha në punë, hosh, kisha atje, s'ka punë. S'ka emigracion. Pa bashkëshorten. Me vete. Atje. Në çadër. Në urt. S'ka elektrum mes pazarit, mes si ta thëmë pasi lloj mbrojtje, ti që je kryesori, leku pra në duhet leka hosh, shumë do të shëm. S'ka lek. Re beqar. Mos u marto, sepse ajo ka nevojë për ata që u lidh. Mos e zgjidh ti vet. Mos e leni thot bashkëshorten në vende jo të sigurta me përjashtim të shtëpisë vet. Domethënë shtëpi po. Shkoj me migracion, me vite. M'hiku bashkëshortja, thot, m'hiken e fëmijët. Po pse të hiken? Ke hik ti I pari. Këtu në këta gjona nuk ka tolerancë. Këta janë rregullat që dohen majt. Haj që ik ma pak. Hala s'kom gjuk këtu për shembull në vendin ton, që ai që ka net me bashkëshorten e me fëmijët, e ne ka ngel pa buk, pa hangër pa pi. S'kom gjuk hala. Kretë kanë jetu. Pa jo mania. E dyta, mos ço me marr bashkëshorten kur si I Zotit, s'ke shtëpi, s'ke dokumenta. Ja, mos ço. Pa marrë tjetër herë për letra. O vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, është amanet që ta ka dorëzuar Allahu, ti po thu po bëj një bashkim për letra, për dokumenta. A mundet mos ajo ky mohabet mu rregullu vëllezër? Tjetra, me u kujdes bashkëshorten që ti sigurosh ushqimin asaj. Vetë tresh pa hangër, asaj ti sigurosh ushqimin. Po pse mërhosh kaq rrept? O ju të dashurit e mi, Zoti ju bekoft. Nëse gruaja del të shtoni dorën, lagjes, se si ja ka plotësuar të kërkesat,
ndau me faqet bardh. Ndau me faqet bardh. Het zbath. Ruj lek t'i blesh ilaçet. Ruj lek t'i blesh ilaçet. Njonit familje ju rreziku për 5.000 lek ilaçe. Burri e ka këtë dajak. Te burr, kujdes. Çfarë të bëj? Zbath natën, ditën, atje ke puna. E siguroj lek. S'ka për të as fest, as i gjon. Nësa ja del të ushtëri dorën, apo i tha vazhdo, tha kur t'i gjesh ato ilaçet ti, unë pa hiki prej kësaj shtëpie. Pra e ke rrezikun prezent çdo minutë. Pra kur tham që të deli detyre jashtëzakonshme, që e ka e marrë përsipër, edhe që është krejt normale, me mbështetjen tek Allahu, ja del. Po jo, hajt, kaloje. Tjetra që ka i rrezik tjetër. Mos i çfaq ato të metat e bashkëshortës. As non state, as bab stat. As bab sasaj, as non sasaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ju do shihni që ata kanë të meta. Elhamdulillahi alladhi yusabbihu wa bihamdihi. Do të shihni që ka disa të meta tek ajo. Mos i çfaq. Nuk janë për treg. As për shok, as për mik, as për një njeri të gjallë. Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, burri nuk pyetet thot se pse e qortoi bashkëshortën e vet. Mrekulli. Dhe me thonë, është diçka kaq e mqeft, kaq intime, kaq sekrete, që vetëm ata dy e din, pse e pati i problem mes tyre. Jo 700 gazeta të shkruajt atje, kështu gruaja ime apo kështu burri im. Stop. Kur dosh, ndau me faqet bardh. Pra mënyrë absolute, mas shfaq. Se të meta ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse do të munoni thot, që ta bani 100% atë bashkëshortën sikur jeti vet, thot ajo ngjame i brej, thot tek breja Ademit alayhis salam. Se këtu është kriju thot, për herë të parë. Po të veni re këto brejt kanë ka i hark të vogël kështu. Nuk janë kështu të drejtë, po t'i veni re, edhe me drejtoja thëhet breja, është shumë delikat. Edhe njëjta gjë. Pra, pajtohu me ata.